Kiara Tito është vënë në qendër të një sulmi të papritur virtual pas publikimit të reklamës së saj më të fundit. Në postimin e publikuar kanë vëshuar 10 komente negative kur përdorues të ndryshëm shprehin me fjalë fyese kundër saj dhe vetë kompanisë. Megjithatë, moderatorja nuk ka qëndruar në heshtje dhe ka vendosur të demaskojë publikisht këto mesazhe. Ajo ka zbuluar një detaj të rëndësishëm. Komentet duke se janë të blera dhe vijnë nga llogaritë të rreme. Siç shihet qartë nga fotografia që ajo ka ndarë në Insta Story, profili me emra dhe foto të huaja kanë lënë komente copy-paste në gjuhën shqipe si "e shpifur reklam" apo "nuk e prisja që të merrnin këto shpifësira". E përballur me këtë sulm të organizuar, Kiara ka reaguar me ironi duke theksuar se dikush po paguan para për të dëmtuar imazhin e saj. Call centeret që kanë aktivizuar sonte pas reklamës, sa lek po harxhoni për këto komente fake? Më mirë mblidheni dhe bëni ndonjë kur për të shëruar xhelozinë, mos i çoni dëm kot. Ka shkruar Kiara krahas pamjeve duke e mbyllur këtë situatë me një mesazh të drejtë për drejtë për ziliqarët. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.